Selamu alaikum wa rahmetullah. Vëllezër të nderuar, secili i cili dëshiron të niset në një udhtim, patjetër sigurisht që do të përgatitet për atë. Mirë po, në bazë të udhtimit, sa është ai i gjatë, sa është ai i lodhshëm, sa ka mund në atë udhtim, ashtu njeriu edhe e ban përgatitjen e tij. Nëse udhtimi është afër, përgatitja do të jetë e thjeshtë. Nëse udhtimi i tij është pak më i largët, përgatitja do të jetë pak më e mirë. Nëse udhtimi i tij është tepër i largët, atëherë sigurisht që njeriu do të përgatitet edhe më shumë, do t'i merr të gjitha shkaqet në mënyrë që udhtimi i tij të jetë me sukses. Mirë po, nëse në udhtimin e tij ka ndonjë rrezik, nëse rrugtimi i tij është i gjatë, nëse ecë në ndonjë rrugë të errët, nëse duhet të udhton natën, nëse rruga është në mesin e vendeve të rrezikshme, në mes të maleve, në vende ku ka mundësi të rrezikohet jeta e tij, sigurisht që njeriu atëherë do të mundohet që t'i merr gjitha shkaqet që për çdo rast mos të ndalet, mos të mbetet në rrugë, mos të bllokohet në atë moment që ndoshta nuk gjen as ndihmë, as përkrahje, as asgjë. Në bazë të udhtimit, njeriu i ban edhe përgatitjet. Mirë po, ne si musliman, ne si besimtar, të gjithë jemi në një udhtim. Udhtimi jon është i gjatë, fundi i tij, të cilin e shpresojmë, fundi i këtij udhtimi të jetë xheneti Allahut Azza wa Jall. Sa është larg xheneti? Nuk bëhet fjalë nga një qytet në një qytet tjetër, nga një shtet në një shtet tjetër, nga një kontinent në një kontinent tjetër, bëhet fjalë nga një botë në një botë tjetër. Bëhet fjalë të dalim nga kjo dunja në botën e berzahut, në botën e varezave, të dalim në ahiret para Allahut Azza wa Jall, të japim llogari e pastaj të kalojmë mbi një rrugë e cila është më e rrezikshme, e pastaj të kalojmë në xhenet. Rruga më e rrezikshme është ura e siratit, që secili duhet të kalon, tha Allahu Azza wa Jall, wa in minkum illa wariduha, secili prej jush patjetër duhet të kalon mbi te. Çka është ura e siratit? Ura, rruga e cila është mbi xhehenem. Xhehenemi është më afër, xheneti është më larg se xheneti nuk ka asgjë, por të arritur në xhenet duhet të kalojmë mbi xhehenem. A do të mbrim në bazë të përgatitjeve që i kemi bë, në bazë të bagazhit, në bazë të gjitha atyre gjërave, gjitha atyre shkaqeve që i kemi marrë në dunja, këto shkaqe, këto çanta, këto kufera, këto përgatitje, këto gjëra, a do të na çojnë neve deri atje? A do të kemi mundësi të mbrim deri atje? A do të kemi mundësi të ecim, të kalojmë mbi urën e siratit, e cila është më e hollë se qimja, më e mprehtë se shpata? Disa prej njerëzve do të kalojnë si rufeja, disa do të kalojnë si era, disa do të kalojnë si kur të jenë hypur, disa në kamb, disa zhag. Mirë po, një pjesë e tyre do të bien nga ajo rrugë në xhehenemin e thellë. Përgatitjet tona, a do të na çojnë neve? A do të mbrim? A do të arrim në xhenet? Xheneti është larg. Xheneti është larg. Por në xhenet duhet përgatitje shumë që njeriu të arrijë atje. Andaj rastisht Ebu Hurajra radiallahu anhu, dhe kush është Ebu Hurajra? Megjithatë në momentin e vdekjes, pranë vdekjes së tij filloi të qanë. I than: "O Ebu Hurajra, pse po qan? Çka është puna jote?" Tha Ebu Hurajra: "Nuk jam duke qajt se e dua dunjan. Nuk jam duke qajt se lakmoj të jetoj në dunja, jam duke qajt për një gjë, cila është ajo: rruga është e gjatë, përgatitjet janë pak. Rruga është e gjatë, për në xhenet rruga është e gjatë. Sa janë përgatitjet tona? Andaj të mundohemi t'i shtojmë ibadetet, t'i shtojmë të mirat, t'i marrim shkaqet që të shpresojmë të kalojmë në këtë rrugë të gjatë, e të kalojmë urën e siratit, e të përfundojmë në xhenet. Xheneti është larg, nuk arrin atje, përveç se ai i cili është munduar, është angazhuar, është lodhur në jetën e kësaj dunjaje me ibadete ndaj Allahut Azza wa Jall, me ndihmën e Allahut, me mëshirën e Allahut, besimtari do të arrin
pranë portave të xhenetit. Elusë Allahun Azza wa Jall, Allahu të na mundson të përgatitemi në dynja, të na lehtëson rrugën e siratit, të na mundson të kalojmë mbi urën e siratit, e Allahu Azza wa Jall të na mundson së bashku të përfundojmë në xhennet. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.